Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqa, mirësit, begatit e Zotit qofshin mbi ju, mbi familjet e juaja dhe mbi më të dashurit e juaj. Të nderuar vëllezër nga kombi e feja, të respektuar besimtar xhamatli, sot në Shqipëri, konkretisht në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, do të ketë protestë kundër gjykatës speciale, e cila padrejtësisht po i mban krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës në paraburgim me akuza të pavërteta. Andaj ne si çdo herë, edhe këtë herë i referohemi fjalës së Zotit Xheleshanuhu e Xhelaluhu, që e citova në fillim të kësaj këshille javore, e cila thotë: Zoti e din më së miri, atyre që sulmohen me luftë, u është lejuar, u është dhënë leje të luftojnë për shkak se u është bë padrejtësi. Sipas fjalës së Zotit Xheleshanuhu e Xhelaluhu, këtij citati të Kuranit fisnik, ushtria shërbimtare e Kosovës në aspektin fetar ka qenë e detyruar të bëj luftën e pastër, pasi që këtij vendi, këtij populli dhe kësaj feje i është bë padrejtësi nga armiku ynë shekullor. Ish pushteti serb luftoi vendin ton, e luftoi popullin ton, gjuhën ton, simbolet tona, kombin ton, fen ton. Shkatërroi çdo gjë në Kosovë, me përjashtim dëshirën e madhe të popullit që të jetoj i lirë e i pavarur. Edhe për këtë, jo që nuk tentoj, por nuk ja arriti dot që këtij populli me gjithat zullum që ja ka bë atë padrejtësi, t'ja shuan dëshirën e madhe për liri e pavarësi. Ai pushtet i egër, o vëllezër besimtar, i doboi, i nxorri prej shtëpive të tyre 800.000 shqiptar nga Kosova. Rinia ndështa nuk e din, të moshuarit, baballarët tanë, gjyshit tanë, ata të cilët e kanë përjetuar luftën e din. Janë detyru 800.000 shqiptar me lanë shtëpinë e tyre, me lanë farefisin e tyre, me lanë mallin e tyre, me u largu nga Kosova. Janë vrarë 15.000 më shumë persona, në mesin e tyre 2.400 ushtarë të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, 12.600 qytetarë civil, burra, gra e pleq, edhe fëmijë të ri. I kanë zhdukur mbi 5.000 persona, të cilët shumica prej tyre ende janë të pagjetur. Varret e tyre apo nuk dihet për fatin e tyre. Kanë përdhunuar 15.000 deri në 20.000 femra, të cilat po kërkojnë drejtësi para botës. E gjithë bota e din krimin, gjenocidin e tmerrshëm serb mbi popullin shqiptar të Kosovës. Pra, krimi më i madh që po ndodh sot në këtë periudhë të re të historisë janë akuzat e vazhdueshme ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të cilët ishin bashkuar pa dallim partie nga gjithë trevat shqiptare, nga Shqipëria, Maqedonia në Kosovë, për ta çliruar këtë vend, këtë territor, këtë popull nga armiku ynë shekullor. Akuzat ndaj çdo ushtari të ushtrisë shërbimtare të Kosovës janë fyrje për popullin shqiptar, të Kosovës, të Shqipërisë, Maqedonisë, Luginës dhe çdo kund ku ka shqiptar, janë fyrje për buzje në nënçmim ndaj dëshmorëve të kombit të cilët dhanë më të shtrajtën e tyre, jetën e tyre për liri. Janë fyrje në nënçmim
gjitha ato kategori që i përmena më lartë. Janë fyrje në nënçmim për gjitha ato kategori. Lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës është e pastër, e pakontestueshme. Kjo është dëshmi e gjallë që është konfirmuar në të kaluarën, do të konfirmohet edhe sot dhe do të konfirmohet çdo herë sa herë që kërkon nevoja para çdo kujt, nga çdo shqiptar i vërtet, edhe nga ata burrat të cilët gjenden në gjykatën speciale, të cilët po e mbrojnë luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po e mbrojnë derin e krenarinë e këtij vendi dhe këtij populli. Se nder, krenari, ky popull nuk ka më të madhe se ushtria shqiptare të Kosovës, ata burrat të cilët dhanë më të shtrejtën e tyre, jetën e tyre, dhe gjithë ata të cilët kontribuar në çfarëdo forme që ky vend të jetë i lirë e i pavarur sot. Por e kemi vetëm një ushtri. Ajo është ushtria shqiptare e Kosovës, tash e transformuar në ushtri në forcat mbrojtëse të Republikës të Kosovës, e cila pra neve na ka bën, na bën dhe do të na bën krenar çdo herë. Ajo bashkoi djemt dhe vajzat më të mira të këtij vendi dhe këtij populli. Lufta e tyre është liria dhe pavarësia jote. Lufta e tyre ka qenë dhe do të mbetet edhe sot e pastër si lutje. Të marrë janë ata të cilët e ofendojnë luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kush do qofshin ata? Nga jashtë apo edhe nga brenda shqipfonës. Si mesazh i kësaj këshille javore le të mbetet e kaluara jonë të na bëjë gjithmonë krenar, ta mbrojmë çdo herë para çdo kujt, në mënyrë që t'i mbrojmë idealet tona në të ardhmen. Për fund, lutë Zotin Xheleshanu u Xhelexhelalu që asnjëherë në asnjë moment të vetëm të mos e lë këtë vend pa siguri, pa ushtri e polici, pa miq e dashamirë. Zoti i forcoft ushtarët tanë, Zoti i forcoft prisit tanë, policët tanë, politikanët tanë, popullin tonë, edhe ata burra atje të cilët padrejtësisht përmbahen në gjykatën speciale në Paraburgim. Zot, po të lutem në këtë ditë xumaje dhe ditë me vlerë që gjakun e dëshmorëve bëje siguri për vendin, për popullin tonë, për kombin tonë, për fenë tonë, ja Rabbel Alamin. Ndërsa për armiqët tanë, po të lutem me fjalën tënde të thënë në Kur'an, mutu bi ghaidhikum, le të vdesin me atë mleft që kanë për këtë vend, për këtë popull dhe për këtë fe. Wa aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Kërkoni falje te i madhi Zot, thuani astaghfirullah.